Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela. Siç e keni parë, ne ishim sot tek zyra e migracionit, sepse kishim për të marrë lejen tonë të qëndrimit. Ndërkohë, disa javë më përpara bëm aplikimin, dorëzon dokumentat e nevojshme për rinovimin e lejes, edhe sot kishim termin për të marrë lejen e qëndrimit, kartonin. Jashtë është një super diell, në fakt ka shumë ditë që është shumë ftohtë, edhe ajri i ftohtë nuk durohet, kur sidomos kur del jashtë edhe merr frymë më të dhimbin komplet këto rrugët e frymarrjes, nuk e di, për mua është një tmerr i ftohti. Gjithsesi, është kjo periudha e vitit tani që është ftohti, pastaj normalizohet koha. Pastaj erdha në shtëpi, fillova të bëja punët e shtëpisë, pastrova pak, vura një lavatriçe, i kam bler Soleas një xhup të bardhë. Veshi vetëm 2 ditë edhe u bë direkt xhupi për t'u larë. Tani do mundohem të gatuaj diçka, të përgatis diçka për darkë i bie, sepse unë leva një gjë të furrit bukës dhe hëngra dhe nuk do ha drekën, dhe do bëj diçka tani për darkë, që kur të vi Solea të jetë e përgatitur, do mundohem. Bleva tek Deka edhe kofsha pule, edhe do të vendos ato për të zier, pastaj për të pjekur, edhe do t'i bëj Soleas edhe pak pilaf, që ajo ta haj kur të vi nga kopshti për darkë. Për veten time do t'ju tregoj se ç'a do bëj. Ndërkohë që kofsha ziejnë, kam lënë edhe bukën të pushoj për 20 minuta. Tani do përgatis pilafin. Unë kryesisht e bëj Soleas pilafin me karrotë, edhe ndonjëherë i gri edhe qep, imët ose në blender, në mënyrë që mos ta dalloj. Edhe do mundohem tani ta bëj po në të njëjtën mënyrë. Shikoj aty, më duket se nuk kam qep bardhë. Do ja bëj me karrota dhe gjithmonë marr si këto karrota. Kam lezur dhe aspirimin dhe nuk e di nëse dëgjon shumë mirë. Pra po thoya që gjithmonë marr si këto karrotat e vogla, se janë shumë herë më të shishme se ato të mëdha, edhe kanë më shumë lëng, ndërsa ato të mëdha nuk kanë lëng fare edhe janë të thata. Do t'i vendos, do t'i kri karrotë dhe një hudhër, do ja skuq këto një herë më përpara, pastaj do t'i hedh pilafin edhe ujin dhe do ta vendos për të zier. Kështu ja bëj unë Soleas pilafin. Ndonjëherë i gri edhe qep, por nuk kam qep bardha, kam nga ato të kuqet dhe ajo i dallon ato të kuqet. Për këtë arsye sot nuk po ja bëj me qep, do ja bëj vetëm me karrota edhe me hudhër brenda sa për pak aromë shije. Tani pasi kanë kaluar 20 minuta, unë do ta hedh bukën te kjo ena, te kjo tava e vogël, edhe do ta vendosim për të pjekur. Ja edhe buka. Do ta hedhim këtu brenda. Vendosa edhe bukën për të pjekur. Në fakt në tek furri i ri kam një opsion që lexon përpjekjen e bukës, edhe ajo është për 180 gradë dhe vendosa ta provoj një herë këtë me 180 gradë. Nuk e di sa do m'dali koha derisa të shkoj për të marrë Solea nga kopshti, por po e lej një herë me këtë temperaturë dhe ta shikoj në vazhdim. Kush më kanë ndjekur, sidomos në videot e fundit kam treguar që kisha bler këto të dyja tek Tedi për të sistemuar gotat dhe ja se si duken. Kam vendosur një pjesë gotave lart dhe pjesën tjetër poshtë, edhe duken goxha shumë më mirë se më përpara dhe më të sistemuara, kështu që këto ja vlenin. Tani do bëj edhe pak ujë detox, të themi. Kam këtë vazon e qelshit që e kam bler me një lëng frutash, edhe do t'i vendos këtu brenda limete, kastravec e ginger, edhe do e mbush me ujë në mënyrë që ta pi, të frymëzohet më shumë, sepse kohët e fundit nuk kam pirë fare për fare ujë. Edhe duhet të filloj të bëj diçka ndryshe. Madje kam mbledhur shumë gjëra, shishe, gota të ndryshme, por nuk kam funksionuar dhe nuk kam pirë ujë siç duhet, kështu që do provoj do bëj këtë.
Tani deri në mbrëmje do mundohem që ta pik të shishen. Kjo është 750 ml. Mira është pim 2, 3 dhe 4 mbase se këto, por që të fillojmë edhe një herë nga pak të kthehemi në një jetë më të shëndetshme. Një edhe pilafi soleas është gati. Unë gjithmonë e mbuloj pilafin, pasi e kam hequr, e mbuloj gjithmonë me një kartopecet ose 2, varet nga madhësia dhe trashësia e kartopecetës, duhet jetë pak e mirë, edhe I vendos kapakun. Pilafi kështu rri më I butë edhe duhet ta lëm të pushojmë të paktën 15 minuta, 20 minuta, pastaj ta konsumojnë, edhe rri më I butë. Kam edhe kofshat, pasi I kam hequr edhe lëngu dhe më vonë do t'i vendos për të pjekur ato erëzat me perime, pak vaj ulliri dhe do t'i pjekim. Unë e hoqa edhe bukën, ja se si duket edhe buka. Do ta lëm të ftohet, pastaj duhet ta presim edhe mund ta konsumojmë. Unë tani do iki do marr solean nga kopshti dhe jam veshur mbërthyer mirë sepse nuk po ndihem as mirë, jam si në gjendje gripale. Shkoj do marrim solean dhe do vim në shtëpi, nuk dua të dal në asnjë vend, thjesht dua të vi në shtëpi edhe solea të haj edhe të rrim bashkë edhe të bëjmë ndonjë punë aty. Mi pak që kemi ardhur nga kopshti dhe unë I përgatita soleas për të ngrënë, ja vendosa në pjatë sepse ja kisha përgatitur, pilafin me kofsh, me kastravec edhe pak djath, besoj parmigiano ose nuk e di, një nga ato djatrat italian, edhe për vete pak nga buka që përgatita pa gluten, I kam vendosur, e kam lyer me krem djathi pa laktoz, disa kokra domate, edhe ujë, kam pirë, nuk jam keq, kështu që tani do ham darkën. Është shumë I mirë, edhe bashkon edhe kështu me tomate. E shkon edhe punoje. Ne tani u bëm gati për të fjetur, edhe unë soleas momentalisht po jap këtë shrupin që është për fytin edhe për kollën, edhe solea këtë e ka shumë qef në fakt edhe I ka bërë goxha efekt, nuk është hera e parë që ja përdor, e kam bler tek DM-ja, edhe një vitamin për fëmijët, kjo në formë gjeli, kjo është për sistemin imunitar. Këto të dyja bashkë, këtë duhet ta pi 3 deri 4 herë në ditë, momentalisht ajo e pi 2 ose 3 herë, sepse është dhe në kopësht. Edhe kjo është drejt fundit në fakt, nuk ka edhe shumë, ndërsa për veten që hapëm këtë temë, edhe t'ju tregoj edhe çfarë kam pirë për veten time, çfarë pi në darkë, pi këtë magnezium me B12, edhe është shumë I mirë gjithmonë përpara darkës pi një magnezium, herë këtë me B12, herë një tjetër, ndërsa këto janë vitaminat tjera që pim gjatë ditës. Të soleas gjithashtu, kjo është vitamina D edhe për neve, vaj peshku. Ky është probiotiku që pi unë, ju kam treguar, që e pi pothuajse çdo mëngjes 2 kokra esull me një gotë të madhe me ujë. Solea sot donte të vinte me bicikletë kopshti dhe unë ja plotësova dëshirën. Ja dhe fëmijët e tjerë përpara. Unë sapo erdha në shtëpi, siç e keni parë, çova solea në kopësht me bicikletë. Isha në plan që të shkoja pak tek Edeka të bleja mish dhe për më pas, duke qenë se aty afër, jo shumë afër, po duhet hecësh diku ke 10 minuta ose çfarë kohë në këmbë, është edhe një Lidl që është I madh, konsiderueshëm, edhe thash të shkoj edhe atje të marr oris, se vetëm nga I orisi ha solea që e kam gjetur atje te Lidl, ato tjerat që kam bler, kam provuar, nuk I ha, nuk I ka qef, edhe thash pastaj do shkoj në shtëpi sepse kisha plan sot të bëja edhe blerje, të shkoja të ktheja edhe shishet, se më janë bërë shumë shishe për të kthyer dhe të liroj edhe vendin aty, dhe thash pastaj do shkoj te Kauflandi, se më çon autobusi atje direkt edhe më kthem para tek shtëpia edhe kam të thjesht. Por që përfundova me 2 trasta me ushqime dhe mezi kam ngritur derisa erdha tek stacioni I autobusit. Dhe për fat në ato momente erdhi dhe autobusi, se përndryshe pastaj do më duhet prisja gjysmore, çfarë kore pastaj më shumë nuk e di.
por që u lodha pak, më shumë nga duart që i mbajta të dyja rastet e dora. Gjithsesi tani do t'ju tregoj se çfarë kam marrë, më pas do shkoj do kthej shishet, edhe disa blerje tjera te Kauflandi, fruta, perime, këto do t'i marr atje, dhe ca gjëra tjera që më duhen do ta shikoj, edhe do vi pastaj prap në shtëpi. Atëherë, këto janë blerit që kam bërë tek Lidl. Siç thash, shkova vetëm për të marrë këtë orizin që e ka qef Solea, mora 4 pako. 4 të tilla me që shkova atje dhe nuk na bie shumë radha të shkojmë atje. Mora edhe këtë aromën me kokriza që hidhet brenda tek lavatriçja. Kjo më pëlqen shumë nga Lenor, marra të shishen lëng, herë marrë edhe nga kjo, me që ishte me ofertë, e mora edhe këtë kësaj radhe. Mora këto streqe tek Lidl, këto janë edhe me fund sipër. Solea ka shumë qef që të veshi funde, fustana kështu, edhe i pash këto më pëlqyen dhe i mora një palë. Këto manderinat, më duken të mira i mora, 2 peshq të tillë. Mora vetëm 2 sepse nuk më pëlqyen dhe shumë, po i mora duke qenë se Ensidi ka kërkuar edhe ne nuk kemi gjetur, por pash atje që kishte dhe i mora dhe këto dyja. Atëherë, këtu janë disa nga bleret që kam bërë tek DM-ja edhe tek Edeka. Tek Edeka në fakt shkova vetëm për mish edhe përfundova duke marrë edhe ca gjëra të tjera. Gjithsesi, këto janë kofsha pule, më pëlqejnë shumë kjo firma që është tek Edeka. Janë shumë të mira, nuk vinë erë fare dhe kanë super shije. Më pas këtu poshtë kemi mish, edhe këtu mish deri, edhe ky mish kështu për gjell. Kjo është, këtë e kam marrë të DM-ja, ky është lëng për sistemin imunitar, e pi nuk e di se sa mililitra duhet ta shikoj çdo për ditë. Këtu pastaj kemi disa gjëra që kam blerë të DM-ja. Këto janë nga këto wafel me orizi me kokos. Këto e mora kështu si për vete, si për Solea, nuk e di do ta pëlqej apo jo. Këto janë disa lëpirëse për Solean. Këtu janë nga këto karamelet, këto janë për kollën, këto i mora për vete. Këto janë disa patetina me misër për Solean. Këtu kemi një karotë, këtu kemi një bukë me karrotë, edhe kjo është gluten free, pa gluten do me thënë, edhe është e gatshme, thjesht nuk e di se çfarë mund t'i shtohet kësaj, edhe bëhet shumë shpejt edhe kollaj, e mora ta provoj edhe këtë. Këtu kemi disa nga këto sirat me të mbuluara kështu me çokoladë dhe këto janë shumë të mira. I pash atje dhe i mora 2 pako kumullatata, i keni parë shumë shpesh në videot e mia se unë i përdor për smoothie, për zorën e trashtë, janë shumë të mira. 2 pako nga kjo me sallam. Këtë e mora për Solean dhe kjo është me vitamina brenda për sistemin imunitar. I mora Soleas sërish këtë shërupin për kollën edhe për fytin. Solea ka shumë qef këtë në fakt si shije, edhe i bën shumë efekt, edhe më pëlqen shumë ky. Kam 2 vite që ja kam përdorur, kur është pa qef edhe shëron direkt, shumë i mirë tek DM-ja edhe kjo. Edhe një letër kështu, një letër plastike për të mbështjell ushqimet. Këtë doja marrë Soleas ta ketë kopshti kur del jashtë tek parku, që nga shumë e bukur edhe shumë e mirë. Sa po erdha në shtëpi, më ka shkuar sot e gjithë dita, po shkon ora 2, vetëm nga një market tek një tjetri dhe asnjë gjë tjetër nuk kam bërë. Tani do t'ju tregoj dhe çfarë bleva tek Kauflandi, ktheva pak përsëri tek DM-ja sepse doja t'i bleja Soleas atë xhupin që ju tregova dhe ja bleva atje. Më pas zbrita shkova tek Kauflandi, bëj një supermarket haul, ta shikoni se çfarë kam bler tek Kauflandi. Fillojmë edhe me blerit që kam bërë tek Kauflandi. Këtu kemi kiwi, këtu qep të njoma, këto janë kastraveca. Çibuk shumë e kikirik për Solean, i ka shumë qef. Një patetin ishte e re, mora ta provoj. Banane. Më pas, këto
Këto janë nga këto moltot 7 Days, vetëm këto janë më të mira këtu. Një paku me vezë, këto është një tavë qelshi, ishte me ofertë, ishte vetëm 5 euro, kishte edhe format ndryshme, mora këtë, thash 5 euro kjo pse mos ta marr, nga 18 euro nuk e di, edhe mora këtë. Më pas, këtu kemi disa nga këto të mbushura me perime, pra vegane, pa mish. Edhe këto i mora t'i provoj njërë në furr. Një brokoli, këtu një kos grek, këtu nga këto karamelet mente, këtu kemi një kos me fruta, me pjeshk edhe me frut pasion. E mora sepse ka përqindje shumë të ullët të ndyre dhe është i pasur me proteina. Më pas, vazhdojmë kemi avokado, 3 avokado, ishe me ofertë nga 1 euro, mora 3. Këto janë të kripura, i mora tek sektori tek Kauflandit e sektori ku ka nga e gjithë bota, do më thënë produkte. Më pas, këtu kemi një djath që mund të lyesh bukën pa laktoz. Kjo është si tip gjize. Dhe ky është një djath, kunguj, edhe kjo është për të lyer bukën, ndërsa ajo më përpara është në trajt gjize, gjithmonë pa laktoz. Çfarë është pa laktoz është për mua? Moll, bizele, karrota. Këtu kemi mistra për zier, biskota nga këto me kakao për mos marrë me çokoladë, mora këto. Një qumësht për solejan, këtë kolin e ujt, qep, tomate nga këto të voglat. Kjo është një panxhar i kuq, unë kam shumë qef panxhari në fakt. Të gjitha blerit e Kauflandi kushtuan diku ke 75 euro, ndërsa tek ato marketet e tjera nuk i mbaj mend 30 euro, 40 euro, 20 e ca euro, diçka e tillë, pra pak a shumë 100 e ca euro të gjitha këto dhe të duket sikur nuk e bler asnjë gjë. Gjithsesi unë tani u ndrova edhe do filloj nga dreka. Mendoj që tani të bëj peshkun me disa perime, do sistemoj një herë të gjitha blerje, do t'i fus në përvende dhe pastaj do filloj nga dreka. Nuk kam edhe shumë kohë në fakt, po e nxiti është pushim, mbas e shkon e nxitit Marisol Lejan edhe unë të merrem pastaj në vazhdim me punë. Ja edhe peshku e ka vendosur tek kjo tava e qelshit që t'bleva. I kam marinuar me krip, e kam lyer me limon, pastaj i kam hedhur sipër vaj ulliri dhe tani do ta vendos për të pjekur në furr. Këtu kam vendosur edhe brokolin për të zier. Ja edhe peshku, sapo e hoqa nga furra. Këtu kam brokolit me karrot, i kam hedhur vaj ulliri dhe pak limon, ndërsa këtu kam këto janë gatshme dhe janë të mbushura me perime brenda, do t'i vendos për të pjekur. Mua sapo më ka ardhur një paketë në fakt, kam porositur shumë gjëra nga Temu, por ato po vinë pjesë edhe këtu kemi një kuti. Dhe ime që jemi te ky vlogu, do ta hap të kutin ta shikojmë çka ka këtu brenda, pardije, erdhën edhe 2 jorgan tek që unë kisha porositur për solean. Ndërsa ato nuk i tregova se janë thjesht jorgan të bardhë, ndërsa këtu nuk e di fare se çfarë është, dhe kam marrë për të vendosur enët ngjitur me lavamanin kur e laj me dorë, t'i vendos aty në mënyrë që ato të kullojnë edhe pastaj t'i sistemoj tek bufeja. Ja, pra se nxora nga kutia, kjo është ajo që kam porositur, ja se si duket. Të vendos enët, kisha këtu të shtëpia e re dhe porosita këtë dhe mund duk shumë e mirë për të vendosur enët, pjesën e drasës këtu vend, ka gjithashtu edhe për lugët thikat kur i lanet kullojnë, pastaj sistemon në përvende, super. Kjo më duhej shumë. Drekën e kam gati, kjo është pjata që do konsumoj, peshk nga këto perimet, edhe kjo me perimet mbushura brenda, brokoli edhe pak turshi gjithashtu. Unë hengra drekën, nuk e hengra do të gjithë peshkun se ishte shumë dhe kam ngrenë më shumë perimet. Kam vendosur rreth 400 e pak mililitra ujë dhe do bëj atë bukën që ju thash me karrota. Ja edhe buka pa gluten e kam hapur, ja se si duket brenda. Tani do ta hedhim këtu brenda tek tasi të gjithë përbërjen. I kam hedhur atë ujin evaluar dhe do ta trazoj.
kam edhe 50 ml uthull molle bio dhe për fat kisha në shtëpi. Edhe tani do ta hedh këtu tek buka. Do ta trazoj përsëri. Kështu pra duket edhe buka, e kam vendosur këtu tek tava. Tani unë do ta mbuloj në këtë mënyrë, do ta mbuloj, do ta lej për 30 minuta, pastaj do ta vendos të piqet sipas udhëzimeve që thoshte edhe vet letra e bukës. Ja edhe buka me karrotë se si doli. Në fakt unë e provova pak këtu, më ka rënë pak miell këtu sipër, se kisha miellin këtu lart. E provova pak këtu, shumë e mirë, shumë e mirë. Dalloi shija e karrotës dhe farave të lule dielli. Tani unë do ta mbuloj këtë, do ta lë kështu, do ta pres pastaj. Mua më erdhi edhe porosia tjetër që kisha bërë nga Temu. Jo gjithë porosia, por një pjesë e porosisë edhe i kam këtu brenda. Edhe unë thash në këtë rast, që ja tregoj edhe juve se çfarë kam porositur. E kam hapur kështu qeskën, por që nuk i kam hapur produktet që janë brenda. Kjo e para që shikoni është një mbulesë për jorganin e soles. Dhe është kështu. Me këtë një brioshin e famshëm. Kjo është një mbulesë e vogël që i vendoset mikrovalës sipër. Që nga kjo që nga e prerë, do e ketë prerë solea me gërsher, besoj. Këtu. Që t'i bëjmë? Ky është klefi i asteput. Këta një palë pijama gjumi për veten time. Kështu, të tilla. Se mbaj mend ai porosita kështu apo me zemra. S'm kujtohet fare, por që materiali që nga shumë i holl, shumë i çuditshëm, nuk e di nëse. Ja dhe kjo bluza sipër. Kështu. Okej. Kjo gjëja kështu vendoset tek WC-ja. Nuk e di a ngjitet kjo, nuk e di se më mend fare se si. Edhe te kapaku i WC-s. Se tani në dimër është shumë ftohtë dhe solea ka shumë ftohtë. Dhe bleva, më duket se kam bler 2 të tilla si këto. Këto unë gjithë kam me njëra tjetrën, por tek kapaku nuk e di se si janë. Kjo është për të ngjitur në pjesë të ndryshme. Keni parasysh tek pjesa e sobës, anësh ose tek lavamani. E mora këtë, kam marrë një tjetër më duket, do ja tregoj edhe atë. Janë 2 si këto të tilla, një kështu, një e tillë me si mermer kështu, edhe një tjetër. Këto janë streçe për mua. Jam pak fare kështu me push nga brenda. Ja, shumë mirë janë dhe këto, edhe me gjepa për futur telefonin. Këtu kemi, ua, sa e vogël. Ua. Zhgënjim. Kjo është për të vendosur pjatat. Se unë nuk kam tek bufeja të tillë që të vendos pjatat dhe i kam pjatat njëra mbi tjetrën. Edhe prandaj mora vetëm një më duket, si kjo. Të shikoja i përshtatet apo jo, por që nga shumë e vogël. Okay. Tjetër. Kjo. Se këtu vendos lugën, dhe këtu vendos kapakun e tenxheres. Nuk e di a rri këtu apo jo, por kjo është ideja e kësaj gjë. Ky është klef për jastekët. Nuk e mbaj mend fare modelin se si e kam porositur, por kështu duket. Kjo është për jorganin, mbulesë për jorganin. E tillë domethënë, me këtë figurën. Okej. Ky është një set për mua. Një set për bëj make-upin, ose të heqi make-upin. Me këtë fjongon e zezë një. Dy kapse të zeza. Këtë rrethin.
të rrethi. Edhe këto të dyja që vendosen të duart që mos të laget bluzja. Edhe soles, i shko ka shumë. Është e njëjta ajo siç thash për kapakun e WC-s. Solea shkjo ime, po të lindjen. Këte do të vendosin të dhoma e gjumit, edhe këto janë, se dhja, do jem kornizat këtu brenda po jo. Edhe këtu është emri Soleas, edhe janë 2 gjysma krahësh, fluturash. Madhësia më pëlqen, nuk që nga e vogël. Janë kemzat e lavatrices, që unë kam porositur. Këtu lartë vendoset lavatricia, edhe me idenë që kjo po thitet poshte pllakat, edhe kur lavatricia bën tharjen e rrobave, centrifukun, atë qëndron aty edhe nuk lëviz. Si di do funksionoj apo jo, janë 4 të tilla. Kjo është një enë e tillë, vendoset tek lavamani, kur lan frutat i vendos këtu të kullojnë edhe pastaj i sistemon. U hap kopëka edhe me madhe, që do më thënë? Po. Nuk i di, do më thënë për çfarë ka marrë këte. Një këshu, një tip këshu rrutuce vogël. Nuk e di se për ku e ka marrë këte, më duket se për në banjo, duke që nga shumë e madhe dhe ndryshe nga ajo që ishte në foto, më duket. Sepse unë ka marrë edhe këte për banjo. Në fakt, ndërsa atë aty nuk e di se për çfarë ka marrë. Që ka këtu brenda. Ka kaluar në fakt kogja kohë dhe unë si mbaj mend fare. Që është kjo? Kjo është për të vendosur pambukët që fshin tualetin. Edhe këtu më duket kryset e veshve, po këto kur vinë janë një dështim total, janë mikroskopike, shumë të vogla dhe shumë ndryshe nga çka duke në foto. Por kjo është kjo gjë e tillë. Gjithse që u thash për të kufizuar pjesë të ndryshme si lavamani, sobën nga anash, e mora dhe një të tillë, kjo nuk është vetëm i zi. Këto janë këtu që ngjiten tek banjo dhe mund varësh këtu një gjë. Mund varësh kabullin e tharses ose nuk e di gjëra ndryshme. Kjo është për të pastruar xhamin e sobës nga lart. Nuk e di bën apo jo. Po këtë nuk e di se çfarë është, vetëm ky shkopi dhe kjo. Ose do jetë në një pjesë e ndonjë gjëje tjetër aty brenda, që ta zbulojmë në vazhdim. Kjo, po vete këtu, po se çfarë është kjo nuk e di. Tani, unë i porosita këto dhe atje thështi që vinë bashkë me jastek. I doja që të vija këtu të kendi. Të tillë jastek dvegjël janë këta, aty dukeshin pak si më të mëdhenj, nuk e di do me thënë, edhe kanë ardhur vetëm klefat, 2 copë, nuk e di, çfarë nuk më pëlqen do të kthej të gjitha mbrapsht. Kjo është mbulesa për sa ndryshe janë në foto dhe sa ndryshe kur vinë. Kjo është për ta vendosur lart tek lavatricia. Që mos më prishet ajo pjesa sipërfaqja lart e lavatrices, bëhet pis me klura e kështu. Edhe kjo vendoset sipër, ka një material kështu si gomë nga poshtë, mos rrshqasi që ndron atje. Edhe duket gjasme kështu për bukur. Kjo është një jastek e Soleas, por që nga shumë i vogël ky. Por që unë i pash për masat, edhe nuk e di, shumë zhgënjim, shumë vogla, këto shumë... Kapim që është kjo tjetra. Tani më duket se e kuptova se që është kjo. Po. Këto janë për të vendosur tek candy, tek
atu ku mbështetesh tek pjesa e këndit, për të vendosur aty, edhe mbulesat, supozohet mbulesat e gjata të këndit duhet jenë kështu, si puna e kësaj. Por që komplet ndryshe nga çka duke në foto. Nuk e di kësa radhe, këtë herë nuk po më pëlqej kam fare këto gjëra që kanë ardhur. Edhe si që tash të kanë ardhur të gjitha, se kam porositur shumë gjëra, unë janë dhe shumë gjëra tjera, mungojnë, por që, ja. Ua, sa e voçkël. Tani unë këtë e mora që ta vendosja aty tek krevati së Leas, kur të zbresi së Lea nga krevati, ti ketë këmbët këtu. Kjo që nga më mikroskopike, shumë e voçkël, një si tip tapeti voçkël kështu, me këtë pushë në formë zemre. Dhe mbrapa me të tilla, si gomina këto pikat kështu që mos rrëshkasin. Ta shikojmë një herë. Kjo është kështu për të shtruar tek bufeja, që mos gërvishet pjesa e bufes edhe i shtron këtë materiali nga poshtë. Edhe kjo kutia e fundit, kjo çfarë është? Nuk e di. Nuk ka lidhje me këtë kutim, se kjo kutia... Jo, atë është tjetër ma. Kjo kutia është të vendosën ato kozmetiket e mia këtu, edhe u rrotulloka kështu, ja se si duket. Kash. Kjo s'kam me. Këto kanë ardhur, shumë gjëra tjera mungojnë. Ato që s'më pëlqejnë, do t'i kthej. Tani unë sa po mbarova punët, kam bërë një dush, edhe soleushja ime më ka tharë flokët dhe nuk e filmova dot këtë pjesën, sepse e kisha telefonin nga dhoma e gjumit, edhe po e shijoja momenti që mi tha o Solea flokët. Tani po mi bën me vaj për majat e flokëve. Më pas unë do t'i kre, unë përdor edhe atë unë përdor këtë të Soleas, se ka bërë Solea me vaj, përdor këtë për kreje më të lehtë të flokëve dhe është shumë i mirë në fakt, më ka ndihmuar edhe mua. Halo. Any subscribe. Zemra ime vogël. Sa e mirë që je. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Solea Family. Mos harroni të bëni YouTube-in. E kreha edhe flokun. Tani unë nuk do ta bëj skincare-in e mbrëmje, sepse do vendos një mask që e kam bler para disa javësh, siç e kam unë për zakon, i blej dhe i mbaj aty. Është nga Goroferi. Jo, e kam të banjo, mami, do ta marr atë dhe do vendos atë maskën, atë skin, atë glass skin. Ajo duhet li disa orë në fakt, por që do ta mbaj sa ta mbaj dhe pastaj do flem gjuhë. Mami ime tani do ta vek tek të masken, edhe është në banjo, edhe sot hajde ta shkojmë që shtëpet. Po kam edhe një lotë qetra, që? Shkoj, prit. Po flen gjumë edhe është një baby. Po flen gjumë. Tani hopi, po krive, hallo, u jam Solea Family. Edhe këtu Solea Family. Edhe u di qajshka. Dipti kalla kupi. Hallo. E në shosh kështu i lako. Shka është është maska shumë e bardhë. Unë do të vej sot mamit. Maska është kjo që sa po pat. Tani do ta vendosim tek fytyra dhe do ta lem në fytyrë për orë të tëra. 5,000 edhe 1000 është. Dim për babi, okej, një moment. Të sole shik me mami, harrojnë dhe për një qupë kraj pachim. Solea ka marrë dorën më shumë se mua YouTube-it edhe videove. Maska është kjo. Edhe
hapet në pjesë të ndryshme, është e ndarë gjysmë. Tani, E pastaj syt. kjo është goja. Edhe tani kështu duket. Edhe syt. Edhe këto syt tjera. Besoj se është në rregull, do ta mbaj sa ta mbaj edhe do ta heq pastaj, nuk sepse u prish, por gjithsesi kjo është ideja e kësaj maskës. Kengen. I wanna get the bunny. Yeah. 1, 2, 3, 4. Got, yeah. Alla inte ben shukre por të kengen. Kam zemër paqim. Arani të bëni fuqje. Paqim.